A është e mundur që si rezultat i postimeve të fotove nëpër rrjetet e ndryshme sociale edhe të na mësyshohen fëmijët dhe kështu edhe të na smuren edhe të bëhen edhe më agresive, më nervoz. Nëse po, si t'i mbrojmë ata, por edhe vetë njëtën kohë nga mësyshi i mundshëm. Vërtet që ekspozimi i fotografive të fëmijëve paraqet një rrezik në vetë, sepse aty fëmija mund të mësyshohen, aty fëmija mund të xhelozohen, aty fëmija mund të preken nga ngjarje apo zhvillime të padëshirueshme. Andaj çka duhet me bëj? Po mos e ekspozoni as fotografitë e fëmijëve, as fotografitë tuaja. Mos e ekspozoni se nuk është patjetër me ju ekspozu, sepse nuk ka ndaj farë suksesi apo ndaj farë rezultati pse i pas këti 3-4 fëmijë apo 2-3 fëmijë ku e di me qitë. I ka dhe tjetëri. Nuk e bë diçka të veçantë, nuk e bë diçka të jashtëzakonshme. Andaj a mundën me u mësyshu po, a mundën me u çrregullu po, a mundën me u smu po, a mundën edhe me vdek po, edhe vdekja vjen për mësysht. Shumica e fëmijëve të vegjël që nuk kanë smundje fizike, vdesin për mësyshit, por njerëzit nuk e di. Shumica e fëmijëve të vegjël që nuk kanë ndonjë smundje në shëndetin e tyre, vdesin prej mësyshit, por njerëzit nuk e dinë, edhe shumë prej njerëzve vdesin prej mësyshit. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj çka do të më marr, apo çka do të më bë, do të më marr masa. Do të më marr masa. E para mos më ekspozu, mos më paraqit publikisht. E dyta me u lexu nga Kurani pjesë caktuara, nga Kurani, e treta me lexu do që ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.